Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Hyrjen po e bëj vetë sepse gjatë regjistrimit harrova ta shtypja butonin e regjistrimit në kohë dhe filloi pak me vonesë, kështu që sa për hyrje, kjo është një bisedë me Mariana Haxhiaj, emrin artistik Ana Kim Mari, nga qyteti i Fierit dhe studion fashion design. Më përpara ka studiuar për pedagogji muzikore dhe çdo gjë tjetër do ta dëgjoni në bisedat në vijim. Dëgjim të këndshëm. Gjërat e reja pafund. Dhe pasi mbylla pedagogjin muzikore, mendova që pse jo mund të filloj edhe diçka tjetër, duke qenë se mua pjesa e veshjes apo stilit më vjen natyrshëm dhe marr shumë feedback nga njerëzit, tash dua edhe të kuptoj akoma dhe më shumë nga moda. Dhe ja ku jemi. E kuptoj. Do me thënë, ishte le të themi një zgjidhje pragmatike të studioje muzikë, ishte diçka që kështu le ta themi diçka për të mos u humbur, se zemi normalisht e ke të veçantë. Bile e kam vënë re që nuk jemi vetëm unë që mendoj që e ke zemin e veçantë, por edhe shumë anëtarë dhe tu mendojnë një të gjë. Është diçka që ti e ke futur në sirtar komplet, është me modën apo do t'i rikthehesh përsëri? Nuk e kam futur në sirtar komplet sepse tani më është bërë edhe një pyetje në një nga emisionet që unë kam qenë. Dhe më thanë që e ke lënë pas dore, po jo, nuk është se e kam lënë pas dore, thjesht për momentin mendoj që ta shfrytëzoj në një moment të dytë. Meqense se po merrem tani me modën, ndoshta pse jo, duke qenë se janë të dyja lidhen, domethënë kanë të bëjnë me artin, mund t'i lidh shumë bukur me njëra tjetrën. Por është diçka që e kam në plan pak më vonë, jo tani. E kuptoj, bukur fort. Domethënë konkretisht në momentin që ne flasim ose këto kohë, domethënë ti je studente për fashion design dhe besoj që dizajnon edhe vetë, bën dizajnet e tua, apo jo? Po, domethënë ne kemi marr bazat në fashion design, pra mëson kallëpet, pra siç është planimetria që ti do të ngresh një pallat, edhe në aspektin e fashion design ti mëson kallëpet, pra ti mëson nga A-ja, bazat, mëson kallëpet, prerjen, qepjet, gjersa, pastaj e finalizon dhe nxjerr produktin përfundimtar. Dhe pastaj më vonë mund të mësosh edhe si të punosh mbi bazën, pra që ti të krijosh edhe gjëra të tuat, modifikime, riciklime, etj. Është kjo e njëjta gjë, domethënë, ose le të themi të njëjtat ujëra që ishte dhe pjesa e muzikës, ishte kjo një dëshirë që nga vegjëlia apo është diçka që me adoleshencën le të themi ose me kalimin e pubertetit edhe sa erdhi më shumë u konfirmua? Kjo ka ardhur në fakt gjatë gjimnazit. Gjatë gjimnazit unë fillova që të bëja këto kombinimet, po më shumë kam qenë tek ngjyrat palet, tek ngjyrat e ndezura, jo siç jam këto kohët e fundit me ngjyrat dark, ngjyrat e thella. Dhe njerëzit e tjerë kishin evidentuar një gjë të tillë, edhe më thoshin, Marian, më pëlqen stili jot, më pëlqen shumë si visha dhe unë e bëja shumë natyrshme, më vjen shumë natyrshme dhe mendoj se është diçka që e kam trashëguar nga mamaja ime, sepse dhe mami ime edhe këndon, po edhe vishet bukur. Pra është diçka që është edhe trashëguar. Dhe gjatë rrugës fillova që ta ndryshoja pak stilin dhe në fakt shumë nga miqtë e mi, nga shoqëria ime thonë që ti ke ndryshuar shumë stilin dhe është e pabesueshme nga ekstremi në ekstrem, domethënë nga ngjyrat palet në ngjyrat komplet të errta. Dhe kjo pastaj erdhi gjatë pra adoleshencës edhe deri më tani, që dhe vazhdoj dhe e praktikoj. E kuptoj. Është diçka fluide kjo jotja nga skaj në skaj, domethënë mendon se do rikthehesh përsëri ndonjëherë te ngjyrat e ndezura ose tek le të themi ai kokteili ngjyrave më parshëm, apo le të qëndrojmë një herë atje ku jemi stabil tek e zeza me shok? Me thënë të drejtën, mua më pëlqen shumë e zeza, së fundmi një herë shumë, por prap mua më pëlqen të bëj ca alternime të vogla. Ndonjëherë më pëlqen të dal pak. Pra, më pëlqen të qëndroj më shumë tek ai stili alternativ, po ndonjëherë edhe më pëlqen të dal pak. Ndonjëherë më pëlqen të futem pak te klasikja. E kuptoj. Por një gjë që kam arritur të kuptoj unë është që nuk ka të bëj shumë me thjesht, dua të vishem edhe dua ta provoj dhe tani dukem bukur. Unë mendoj që nëse unë dua të vishem klasike, unë duhet mes të zbën që atë
stil, stili klasik bëhet fjalë, duhet ta dominoj, ta mbizotroj dhe vërtet të jap atë lloj elegancë që ka stili klasik, ose të jap atë hijeshin që ka stili goth, apo të jap atë, pra të jep atë gangsta style nëse ti do të jesh për shembull street style. Duhet të dish që ta përfaqësosh më së miri 100%. Jo thjesht hajde se po vishëm ta provoj se u vesh filania u vesh fisteku. Ti je vesh dhe vërtet duhet ta zotrosh. Domethënë është më shumë se sa veshja, është edhe karakter. Ka diçka më shumë. Ka të bëj shumë karakteri, jashtëzakonisht. Ai jep jetë veshjes se nuk janë veshjet nuk janë asgjë në fund të ditës, jemi ne ata që japim prezencë diçka veshjes në këtë sens. Do të kthehem përsëri te kjo pika pak më vonë, si për vazhdimsi unë doja të pyesja në fakt që ti e ceke pak më përpara, domethënë që ato dyja gjëra të artit dhe mbase në një të ardhme mund edhe të lidhen me njëra tjetrën, po unë pra do të pyesja domethënë sa e vështirë ishte të ndryshosh, sepse të bësh një bachelor nuk është pak, është minimumi 3 vite domethënë, apo nuk e di për sa e ke bërë ti, por e marrim një sasi kohore për 3 vitesh dhe më pas vendos të ndryshosh edhe pse është art, është komplet një industri tjetër, le të themi. Pra pavarësisht se të dyja hyn tek ekspresiviteti i njeriu, tek kreativiteti, janë prapë dy të ndryshme. Sa e vështirë ishte kjo për ty? Me thënë të drejtën, ka qenë pak e vështirë, po që të bësh artist sot e kësaj dite, sidomos në aspekti muzikor, duhet pasur shumë edhe support, qoftë aspekti financiar, që ka të bëjë jashtëzakonisht shumë, qoftë tregu këtu, se sa suportohen të rinjt. Pra, sepse duhet është shumë e rëndësishme dhe mbështetja që të rinjt marrin sot e kësaj dite. Edhe shoh që këtu në Shqipëri nuk është fort e zhvilluar dhe nuk është se kam heq dorë, po thjesht e kam lënë për një moment pauzë edhe të shoh se çfarë mund të bëj ndoshta pak më vonë. Por thjesht duke parë ndonjëherë realitetin, është pak e vështirë të krijosh një realitet tëndin në këtë realitet, pra që ne jetojmë. Pra do shumë përpjekje, do shumë energji. Bile, kam parë një intervistë para disa kohësh që ishin shumë këngë të inxhinieruara nëpërmes inteligjencës artificiale, ishte çmenduri fare, domethënë edhe për festivalet e fëmijëve. Kreativiteti, domethënë, duket sikur me qëllim sa vjen edhe zhduket. Prandaj e ta bëra, domethënë se pavarësisht se këto që thua ti dhe unë i konsideroj të vërteta. Domethënë besoj që të gjithë njerëzit që kanë një mik ose kanë pak ide nga muzika e dinë situatën e muzikës në Shqipëri dhe se si funksionon. Por prapë është e vështirë edhe të heqësh dorë, sidomos kur e ke pasion edhe kur e di që ke talent apo ke zë të mirë etj, domethënë. Prandaj. Po. Kjo është e vërtet. Prandaj edhe unë kam thënë që në fillim që nuk kam heq dorë. Është diçka që e kam lënë anash për momentin, por jo për të hequr dorë. Kam diçka në plan, po pak më vonë. E kuptoj, po mirë, sukses, le të e mbajmë si surprizë, por le të kthehemi te aktualiteti. Tani, për ne të tjerët që jemi jashtë fushës, domethënë që nuk ja kemi shumë iden, doja unë me shumë dëshirë të na përkufizojnë çik çfarë është moda nga një profesionist, domethënë se shumë njerëz modën e shikojnë ku diqon një xhup të fryrë Balenciaga që kam parë dikujt edhe vinë ato nga Shqipëria, janë edhe 200 njerëz që veshin një njëjtin xhup për 6 muaj e pastaj vjen një xhup tjetër, e kupton? Po besoj se kjo nuk është modë ose fashion. Jo, normalisht moda ka të bëjë me parash karakter, ekspresivitet, vizion, largpamësi. Janë këto komponentët që lidhen ngushësisht me njëra tjetrën dhe japin atë shijen e bukur të njerëzit. Se nuk ka të bëjë thjesht të kesh një firmë, një markë të shtrenjtë, po e vesh edhe tani ja u kry moda. Nuk është kjo. Sepse në një farë mënyrë edhe jep dhe pak shembull në thonjza pak negativ edhe tek ata persona që nuk e kanë atë lloj mundësie. Që pra le të promovojmë luksin, po ama personat për shembull që nuk e kanë atë mundësi, ndjen të kufizuar, ndjen të limituar dhe deri diku dhe të përjashtuar. Kështu që nuk jam me atë idenë që thjesht të kesh një markë, të kesh një firmë, të blesh një logo, një markë caktuar dhe po, tani kjo është modë. Ata që kanë mundësi le ta bëjnë, patjetër, ata që u jepet mundësia pse jo. Por ama ideja është që të flasim edhe për masën. Jo kuptoj. Po çfarë bën në fakt një dizajn të mirë ose një veshje të mirë? Çfarë është një veshje e mirë? Sepse bjem dakord të dy deri diku, domethënë që një njeri mund të vishet bukur si me lek si pa lek, si me Gucci, si me ku diçka diçka tjetër. Mjafton të ketë atë shijen, po çfarë bën me të vërtet një dizajn të mirë?
Një dizajn të mirë, gjëja kryesore është kualiteti. Pra fibra, duhet të jetë një fibër e mirë, dhe sidomos te fibrat natyrore. Duhet nëse është një fibër e mirë, pra cilësore, mund ta blesh edhe lirë, nuk është të thënë që domethënë ka dhe fibra që nuk janë shumë të shtrenjta. Tani nuk po flasim për mëndafshin, po flasim për fibra të cilat nuk janë shumë të kushtueshme. Dhe është shumë e rëndësishme që fibra të jetë komode në trup, të ajroset, të thithë lagështirën, pra të thithë djersën. Në momentin që i ka këto komponent, atëherë është një fibër e mirë që ja vlen. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë ka të bëjë shumë edhe kombinimi. Pra ai që ka dizajnuar, çfarë ide ka dashur të japi, kontrasti, ngjyrat që ka dashur të përdor, që kanë kontrast me njëra tjetrën. Janë shumë faktorë, shumë komponent. Pastaj normalisht ndikojnë dhe stina, ndikojnë dhe ngjyrat që duhet përdoret në çdo sezon, janë shumë faktorë, po gjëja kryesore është kualiteti. Sepse ka shumë prodhime që shiten shtrenjtë, po nuk kanë kualitet të mirë. Që mendoj që kjo është gjëja kryesore. Nëse fibra ka kualitet. Gjatë kohës që ke studiuar dhe studion si fashion designer, më thënë kisha disa pyetje të vogla dhe njëra ishte për interesin tim personal që fashion design në Shqipëri ekziston një institucion shtetëror apo është diçka që duhet ta ndjekësh me SSB në privat? Me thënë diun ka edhe shkolla, domethënë që studiojnë për fashion design pra në shtet, me sa diun ka, por unë në të paktën në shkollën që jam unë, zhvillohet jashtëzakonisht shumë dhe pjesa e praktikës, sepse sado për shembull ti mund të marrësh teori, nëse ti nuk e hedh në praktik, atëherë ajo shuhet. Pra që ti ta arrish ta fiksosh tamam, duhet patjetër pjesa e praktikës. Edhe kjo është nga arsye, domethënë pse unë zgjodha privatin. Pastaj normalisht gjithsecili ka zgjedhjet e veta, gjithsecili ka arsyet e veta sepse e zgjedh në shtet apo në privat. E kuptoj. Si është në praktik të studiosh modën? Domethënë, besoj është shumë ndryshe nga ato që studiosh gjumetresia apo inxhinieria që kemi bërë ne, domethënë, besoj do të jetë shumë ndryshe. Shiko, praktika normalisht ka ato vështirësitë e veta, po ama gjëja më e bukur te kjo praktik është kur ti e realizon në fund fare, sepse procesi është i vështirë dhe nuk mendoj që është i vështirë vetëm në fashion design, po edhe në profesionet e tjera. Procesi ka hallkat, ka peripecitë e veta, por ama kur shikon produktin final, aty pasaj, vjen në paqe dhe thu, ja dola. Kështu që në fashion design duhet të mbledhësh veten dhe të japësh forca, nuk duhet të heqësh dorë, sepse normalisht fashion designer, pra ata që janë modelist, jo vetëm stilist, po modelist, pra në momentin që ti do merresh me veshjet, është shumë e rëndësishme pjesa e detajeve. Pra nëse ti do sjellësh një punë të mirë, duhet që detajet të jenë sa më të mira. Nëse do i qepësh ato tegela duhet të jenë drejtë, nuk mund të jenë tegelat strëmbërt. Si të dalin për shembull nga fabrika, pra duhet të jesh detajiste. Domethënë ka shumë rëndësi procesi, që nga goxha e afërt me industrinë time si inxhinier ndërtimi, domethënë është njëta që është stres dhe dhunë gjatë gjithë kohës edhe në fund kur shikon atë gjën e mbaruar thoj unë e bëra këtë. Tani po. Mund të vazhdojmë të jetojmë të lumtur. Po, çfarë ishte diçka që nuk pritej në fakt kur fillove të studioje modën? Diçka që sa merrte mendja se do ishte ashtu siç është. Ja, kjo që sapo thash pak më përpara. Nuk e dija që do kishte kaq shumë detaje dhe kaq shumë vështirësi. Sidomos fillimi një herë, sepse janë të gjitha me llogari, domethënë matematik. Do bësh matjet, do masësh trupat, pastaj do bëhen llogaritë dhe më pas do merresh me procesin që duhet të jesh vigjilent, duhet të jesh i vëmendshëm. Fillimi është pak i vështirë, duhet të trajnosh durimin. Është nga degët për personat që duan të trajnojnë durimin, si puna ime për shembull. Fashion designer ja vlen për të trajnuar durimin dhe vërtet mëson shumë. Më pëlqen. Të kalojmë pak tek Instagrami. Është diçka që ti e bën për qejf, është hobi apo është diçka që për ty e luan dhe një farë lloj roli të qëllimshëm, le të themi, në karrierën tënde? Është diçka që e bëj për qejf, me qejf dhe për diçka që po planifikoj për më vonë, sepse kam menduar që nëse unë dua të ngrej diçka nesër pas nesër, nuk kam si e ngrej kështu direkt nga hiçi, më kupton? Që do thonë njerëzit, po kush është kjo? Sa hajtë se po na tregon diçka të re. Kush është? Nuk e njohim.
Dhe unë përderisa jam duke u marrë me këto videot, pra që jam aktive në Instagram, është që të paktën njerëzit ta dinë që Mariana është ai personi që studion për fashion design dhe i pëlqen moda. Dhe në momentin që unë dua të nxjerr diçka të time, njerëzit e dinë që okay, kjo është Mariana dhe ka nxjerr këtë produkt. Dhe e dinë që Mariana ka studiuar për fashion design. Kjo është ideja. Kuptoj, domethënë brand management jemi. Më pëlqen. Çdo gjë me plan. Unë jam fan i personave që gjithmonë kanë një plan dhe gjithmonë shikojnë më larg se sa vetëm sot. Komplimente. Para se të kalojmë çikë diskutimi për aktualitetin shqiptar, unë kemi një segment të shkurtër fare. Segmenti quhet Mos u mendo, ke opsion të përgjigjesh vetëm me një fjalë, po, jo ose një nga opsionet. Qartë? Se vetëm me një fjalë. Vetëm me një fjalë, të lutem, po. Okej. Atëre, le t'ja fillojmë. Muzik apo mod? Që më bëre. Muzik. Klasike apo moderne? Moderne. Veshje e thjesht apo avantgard? Avantgard. Kreativiteti ditën apo natën? Natën. Grida Duma apo Xhemisheu? Grida Duma. Always. Perfekcion apo eksperimentim? Eksperimentim. Pasion apo planifikim? Pasion. Dhe një tek fjalë për stilin tënd. Tek fjalë. Tek. Revolucion. Okej, me që jemi të revolucioni, vazhdojmë me modën në Shqipëri. Mariana, çfarë po ndodh me modën? Ka modë në Shqipëri para fare një herë? A ka ardhur ky revolucion tek moda në Shqipëri? Ku jemi për momentin? Okej. Well, do me thënë, mendoj që deri diku po, për shembull, stili alternativ, pra nëse lidhem të stili me stilin alternativ, më shumë është zhvilluar jashtë, ndërsa këtu për shembull në Shqipëri, po vjen, po normalisht është në fillesat e veta. Dhe e shoh që njerëzit po fillojnë dhe po bëhen pak më të hapur, pak më të pranueshëm, sepse kanë qenë shumë të mësuar tek ai stili konvencional, më shumë tek ai stili që është parë, që lidhet më shumë me tradicionalen apo një stil standard. Ndërsa tani kanë filluar që shoh që njerëzit, pra rinia, ka filluar që po e përqafon si stil. Edhe po eksperimentojnë. Kështu që mendoj që është diçka e mirë, Edhe pse ka edhe nga ata për shembull persona që të rrezikosh me këtë stil u duket e çmenduri, por është diçka që ka procesin e vet. Shiko, ata persona do jenë në çdo fushë të jetës, çfarë lloj gjë që të ndodhi, do ketë gjithmonë persona që do thonë është çmenduri, u bubu, do na marri lumi etj. Por ata persona nuk është se i marrim shumë parasysh. Jo. Jemi mësuar, jemi mpirë. Çfarë mendimi ke për këto veshjet standarde të meshkujve? Dhe ti e di shumë mirë për çfarë jam duke folur unë. Domethënë, edhe bindur që ti e ke parasysh. Shiko se edhe meshkujt kanë filluar, nuk e di, po kam vënë re që edhe meshkujt kanë filluar që të krijojnë një stil të vetin. Kanë filluar. Se më përpara, për shembull, kur kam qenë adoleshente, të gjithë një lloj më dukeshin. Nëse një mashkull vishte për shembull një ngjyrë roz, ne e dinim etiketimin që merrte ai mashkull. Lëre se, domethënë, vetëm nga ngjyra ne përcaktonim dhe orientimin e atij mashkullit. Por po shoh që këto kohët e fundit sikur janë më open-minded, janë pak më mendje hapur dhe shikoj që përpiqen pak më shumë. Dhe shoh domethënë që ka pësuar ndryshim ndër vite. Edhe meshkujt kanë atë stilin e vet, saqë më ndodh ndonjëherë edhe duke ecur, duke parë meshkuj që e mbajnë veten shumë mirë ose që eksperimentojnë, edhe çuna që eksperimentojnë. Dhe them, okay, kjo është diçka e rrallë, dhe është diçka për të admiruar. Dhe është, domethënë, ky person jep edhe shembull tek njerëz të tjerë. Por ama e keqja është që njerëzit e lidhin me orientimin, pra janë pak të kufizuar në pjesën e mendësisë, njerëzit në përgjithësi. Patjetër, ta bëjnë gjyqin para, domethënë, fjala e fundit thuhet e para gjithmonë, edhe pastaj mendohet për tu rizidhur më vonë.
sa e rëndësishme është, le të themi, moda dhe veshja për personin e zakonshëm që do të shkoj në punë për ditë, Mariana? Tani, në shumicën e rasteve, me çka kam parë unë të paktën, nuk është se e konsiderojnë dhe aq shumë. Edhe pse ti në fakt je shumicën e kohës në punë aty. Edhe iku dita jote, se të ngelet shumë. Unë personalisht edhe në punë, prap kam atë përpiqem që t'i bëhem prap stilit tim. Pra përpiqem mos ta ndaj nga përditshmëria ime. Por në shumicën e rasteve ndodh që njerëzit thjesht veshin një bluzë, një pantallona dhe haj tani se po shkojmë në punë. I merr ajo rrjedha e punës, edhe aq mbaroj. Por mendoj që njeriu Ti mendon që edhe në punë duhet të bëjmë më shumë kujdes. Nuk është se ka një gjë të keq që ti jesh bazik. Domethënë dhe nëse do vishesh thjesht, po ideja është që të kesh një element të veçantë dhe në atë veshjen tënde, e kupton? Që do të përfaqësoj pak nga pjesa tjetër. Okej, ky ka një detaj specifik, edhe thua, okej, ky do mbahet mend për këtë detaj që ka në veshjen e vet. Paktën unë kështu e gjykoj. Pastaj ka njerëz që ndoshta s'janë dakord me mendimin tim. Se ka edhe ditë caktuara që edhe unë kur mund të shkoj në punë, po janë ditë shumë të rralla që mund të shkoj për shembull shumë basic, domethënë bazike fare. Çfarë të kem edhe okej, po shkoj. Se ka të bëjë ndonjëherë edhe me mood, me gjendjen shpirtërore. Shumica e njerëzve nuk do jetë dakord me ty. Shumica e njerëzve domethënë thonë që unë bazik, ç'ne unë bazik, e përshtysh bazik është të jesh bazik është ofendim dhe është tmerr, por harojnë domethënë që ky mainstreami, vala e përhershme e këtyre fast fashion domethënë i çon të gjithëve që edhe në temi ndryshimin e tyre nga turma janë prap në mainstream edhe prap bazik në ndryshim. Kështu që shumica bazik jemi është thjesht natyra njerëzore, nuk kanë gjë të keqe. Nuk kemi pse ta marrim kaq personale. Prandaj bazik thjesht nuk ka gjë të keqe. Me sa më the, kuptova që nuk është thjesht luks moda në përditshmëri, domethënë, por është deri diku edhe një domosdoshmëri që kënaq individin, shpirtin. Po, pikërisht, lidhet më shumë me identitetin personal, me atë që më karakterizon mua, ti jesh autentik, pra ti japësh diçka pak më ndryshe, kupton? Po jo vetëm ta japësh tek njerëzit, po në radh parti të ndihesh mirë në atë gjë që do të veshësh, në atë gjë që ti do të përfaqësosh. Dhe më pas e jep shumë me pak fjalë energjinë e jep direkt te njerëzit effortlessly, domethënë pa u përpjekur shumë. Thjesht njerëzit e ndjejnë natyrshëm. E kuptoj. Mariana, dikush nuk ka kohë apo interes, le të themi, që të lexoj revista apo të shikoj të gjitha këto kanalet e modës, domethënë si mund ta zhvilloj stilin e tij personal me eficiencë të lartë, pra pa u munduar shumë. Po tani varet se sa interes për shembull personi ka. Pra nëse ka interes, normalisht duhet e mira është të shikoj video. Të shikoj video që të mësoj të pjesa e përshtatjes së ngjyrave, të pjesa e kualitetit. Janë disa gjëra domethënë që unë i theksova pak më përpara, që ti pastaj të marrësh pra nga secila video, le të themi, të marrësh pak nga secila, gjithsa ti krijon atë puzzle-in tënd. Se ideja është që edhe ne nëse duam të krijojmë diçka, pra unë personalisht kam parë për shembull shumë njerëz që kanë stile nga më të ndryshme dhe pastaj kam krijuar diçka të time personale, kështu që pa parë është e pamundur. Kështu që mira është të shikojnë sa më shumë persona që domethënë që të duhet material i bazë, të duhet pak input, domethënë. Po. Tani si përmbyllje të bisedës, Mariana, unë do të kisha bërë pyetjen domethënë që si e sheh veten tënde më vonë në lidhje me muzikën, po ti ma the pak më përpara që është diçka që po e planifikon, më the që edhe për sa i përket Instagramit je duke punuar për të ngritur diçka tënde. Prandaj le ta mbyllim ndryshe nga ç'ishte planifikuar, le ta mbyllim me, le të themi, çfarë do doje ti të ndodhe me komunitetin tënd rreth e qark në 5 vitet e ardhshme, edhe nëse ti nuk do ishe aty. Apo flet në aspektin e modës, apo në aspektin e muzikës, apo në përgjithësi? Po. Ne ti cekim të treja. Well, në 5 vitet e ardhshme, po do doja që njerëzit të ishin më përqafus, dhe më pak gjykus, dhe më vetvetja, të mos guxojnë të jenë vetvetja. Nuk ka rëndësi se çfarë thon masa, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që si e shikon ti veten. Dhe po në momentin që ajo që ti bën është diçka që ti vërtet
e ndjen dhe prandaj do ta bësh, atëherë do ti do ta përcjellësh tek njerëzit. Për atë lloj energjie. Kështu që njerëzit të jenë sa më vetvetja mendoj unë, ta marrin shumë chill, ta shijojnë ato ç'a bëjnë, edhe mendoj që gjërat do fillojnë dhe do avancojnë dhe do kenë më shumë progres. Në rregull, s'ka problem. Besoj që është mjaftueshëm për herën e parë, ma ha mendja nëse do kemi mundësi të bisedojmë një herë, do jetë edhe në kushte më të mira dhe me qartësi më të madhe. Gjithsesi unë të falenderoj që ishe në Buçi Podcast dhe falenderit gjithëve që na dëgjuan dhe na pan në këtë bisedën tonë. Deri në tjetër ja kalofshi shumë bukur. Like, subscribe, këto gjërat i dini dhe juve. Ja kalofshi mirë dhe qëndroni të pastër, qëndroni në çik sharp. Kujdesuni për veten tuaj dhe ndiqni këshillat e Marianës. Faleminderit shumë për ftesën. Buçim në Bu CHI Bu CHI podcast.